Julian Shehun e pret një ardhmë e ndritur, mesfushori kombëtares ka hyrë në skenën e merkatos së Panathinaikosit sipas raportimeve të fundit që vijnë nga Polonia. Të gjelbrit duket se po e shqyrtojnë seriozisht tregun polak me Shehun që spikat si një nga lojtarët që po ndiqen nga afër. Siç raportohet, interesi për mesfushorin shqiptar nuk kufizohet vetëm te Panathinaikos, pasi në garë janë gjithashtu klube nga Major League Soccer si edhe Valencia. Megjithatë, skuadra greke po e vlerëson më shumë kujdes rastin e tij me synimin për të forcuar repartin e mesfushës. 27 vjeçari po zhvillon një sezon të shkëlqyer me 5 gola dhe 4 asist në 20 ndeshje me polakët e Widzew Łódź. Një rol të rëndësishëm në këtë çështje luante një detaj i kontratës së tij, pasi ajo përfshin një klauzulë lirimi që vlen vetëm për disa kampionate të nivelit të lartë. Paralelisht, Valencia nuk duket e gatshme të përmbush kërkesat financiare për transferimin e tij, gjë që mund t'i japë Panathinaikosit një avantazh në garën për shërbimet e mesfushorit shqiptar.